Goca kam ardhur në Burrel. Shiko sa shumë njerëz ka. Janë rikthyer të gjithë nga emigracioni dhe kanë ardhur në vendin e tyre. Bëj shaka. Është 104 vjetori, nëse nuk e gaboj, i ditëlindjes. 1 maj, të gjithë punojnë, pra të gjithë punëtorët kanë ardhur këtu për të festuar. Gjithë dembelat janë në shtëpi. Okej, është një aktivitet i zhvilluar nga Bashkia e Burrelit. Panair për të shitur gjitha produktet e tyre, për të promovuar zonën e tyre. Unë nuk është herë e parë që vi në Burrel, kam qenë dhe herë të tjera dhe ku kam ardhur për herë të parë më ka bërë përshtypje një vend, një qytet i bukur që është investuar dhe është bërë shumë mirë në krahasim me disa zona të tjera. Më vjen mirë që pavarësisht se janë larguar njerëzit, ka akoma, por është rikthyer vëmendja. Më pëlqen që promovohet Shqipëria, por rikthehet turizmi, vëmendja, e gjithë Shqipëria është shumë e bukur dhe kemi vende për të vizituar. Kështu që nuk po mundohem për të gjetur njerëz se kam plot sa doni. Hajde futemi brenda në qendër tek aktivitetet dhe të shohim se çfarë kanë bërë aty, çfarë kanë organizuar. Shiko çfarë thot këtu, I love you mat. Si kuptova fare. E dua matin thot. Po pse se shënoni shqip? I love you mat. Si jeni? Mirë, si e kalove? Mirë se ju gjeta një herë. Mirë se Jeni erdhe. shumë të mirë si njerëz. Faleminderit. E doni matin? Patjetër. Sa e doni? Sa dush të shive vetë zemrën aty. Zemrën aty, I love you mat. Flisni dhe anglisht, a? Ja. Po pse se kanë bërë? Të dua mat. I zemra mat. I zemra mat. Si jeni? Qa bëhet këtu? Miting i palishëm. Miting i palishëm. Jo më burë se është i lishëm, se kemi kryetarin aty. Po pse më në televizor, jo në televizor, në telefon, të lutem. Si ashtë? Kur vi sala pushtet do bëhet i lish. Kur vi sala në pushtet, ha mor burë me këtë salën se na të shmendet dhe ju. Njeri thotin veri, njeri sala. Salën e kemi. E keni zemër? Më shumë matin keni zemër apo salën? Salën. E duan më shumë salën se sa matin. Hajde, këtu do ta bëjmë. Faleminderit. Si ja? Me shëndet mirë. I fort. Qa bëhet këtu? Qa bëhet? Qa bëhet të? O qaja? Besoj. Qa shkruan atja? Qa shkruan? Mat. Po kjo para? Zemra e matit, i matit. I matit. I love you mat shkruan në anglisht. Si? I love you mat, pra të dua mat. Për kështë se matit është i oni. Është i mirë Për mati? rejti. Unë jam nga Skrapari. Shka baja më rejte. Ha mo, Më rejte. me vërtet. Për që këtu? Kam ardhur të takoj ju. Për qef? Për qef. O 200 vjetë u bashkë. 200 shkofshe dhe ti. Faleminderit. E shiko sa të mirë janë të dashur. Si jeni? Mirë? Pra ndaj knaqem unë, se janë njerëz të dashur dhe janë njerëz të mirë. Po them që po shkojmë në Panair, pa të shohim e njerë këtej se qa bëhet. Si jeni? Qa bëhet këtu? Ishte tek Panairi? Po, Ju pëlqen aktiviteti? shumë. Më kënaqet zemra që shoh kaq shumë njerëz. Jeni shumë të mira. Edhe ti. Ciao. Si jeni? Qa bëhet këtu? Panair. Panair, për çfarë? Po në rastin e një majt. Për 1 maj? Po. Gjithë punëtorët tu janë apo dembelat? Mos e shani si imi këtë. Për zotin nuk ju shaj. Gjithë punëtorët janë këtu. Ha? Jeni dhe të mirë, jeni dhe të qeshur. Dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë tek ju. Edhe gëzuar festën. Nga Shqipëria më bu. Këte jo një. Pse ri me nerva? Pse ri me nerva? Ku e ke natyrë? Si ja? Mirë. Mirë? Mirë, faleminderit. Po ti. Ha, mirë. Mirë këtu, a? Shumë mirë. Më mirë pse më shef në nerva?
Ai se ke pa telefon të ti. Është gazetare që shkon në qytete, fshatrave dhe jashtë. Ja dhe erdha tek ju. Ka qenë Big Brother. Dëgja, jeni njerëz të mirë. Vërtet? Pa, për zot. Faleminderit Korçare martuar këtu. Po çfarë do gëtimi? Çfarë Korçare? Dëgja, bashkia ka bërë një aktivitet. Shqyr që pash kaq shumë njerëz. Sot për 1 maj. Jeni të kënaqur me bashkinë? Shumë Ja ka bërë qytetin e bukur për zotin. E ka bërë shumë bukur. Ha? Agron Malaj. Agron Malaj, po kone, bëj investime sa më shumë. Shiko, vetëm zemra ju ka bërë. Akoma më shumë krenare që isha dhe Mariana. A janë të mirë burrat këtu? 22. Burrat shumë të mirë janë, po ty rish drejt mirë janë. Po shtrebër? Jeni shumë të mira, faleminderit shumë. Paqe. Dhe vazhdova të flas. Po isha diskutimi i fundit. Dhe mbaj mend Basirin që u ngrit. Edhe tha, thot një këngë nga ndej nga jugu. Los se qesh edhe Ducati se kemi mbretin nga matit. Sa e bukur, bravo! Unë isha shumë krenare që edhe nga Ducati kanë qenë sinqerisht mbaj mend që mixore Vlorës që flisnin shumë mirë për matin, për mbretin e gjitha. Kurse Idris Gjomara tha tekstualist kështu, që edhe mbretëresha Geraldin nuk ka qenë matjane. Kështu që unë jam krenare që quhe matjane, pavarësisht sa im krahasoj me mbretëresh. Dhe ruaj respektin dhe konsideratën më të lartë për popullin e mrekullueshëm të matit, për shokët drejtues të pushtetit lokale. Mirë, nuk ta marr, ke lek atë. Asi lek s'ke? Prandaj, poezit e Basir Bushkashit e shumë gjëra të tjera. A jeni të kënaqur me vendin tuaj? Mrekulli, cila është mrekullia? Dashuria, respekti, Basiri tha tekstualisht. Ku ta dinte tha? Dashuri, respekt, nëse i kemi këto, i kemi të gjitha. Angjelushe, që me Po lek? nuk ishte një angjel. Faleminderit Basir. Lek s'ka. Faleminderit. Diell keni pa fund. Bashkinë e keni të bukur. Vendin e keni të bukur. Vetë jeni shumë të mirë. Mirupafshim. Shëndet. Si je? Për çfarë po? Po tek ty dua, tek ty dua. Jo, mos është kënd. Shko merja një këngë atje. Jo, s'di kënd. Pse s'di këngë? Jo, s'di më shko. Po. Merja një këngë Matjana. Jalla. S'ke kënduar asnjë? Këngë kur vishin nuse. Po pse me vetëm kur martohet këndon njeriu? Ha? Pse vetëm kur martohet këndon njeriu? Martohu, ja, pa nuk imi prash me nuk kot. Po pse ikën? Unë jam e mirë. Pse mike mua? Pse s'më përqafove Po një? aty e Ha, bra! Diqa, po bëhet një aktivitet këtu, a? Shumë bukur. Shumë bukur, për zotin, shko sa bukur ja ka bërë Shumë bukur. vëndin. Me lule, del pas dite, ulesh këtu. Mos ik se do iki unë, rri. I ka në shtëpi unë. Burin ku e ka? Burri ka 20 vjet. Ka ikur, a? Ka ikur jashtë Po shtetit. kemi me të fallakat më i për rajra. Po fëmijët kanë ikur? Në Angli, në Greqi, unë nëna fallakat shtëpi. A mërzitesh? Kom ka konë diljonja 4 shtëpi. Si s'mërzita? Ka të shtëpia ke? Jo, s'kom 4 shtëpi, 4. A, në 4-4. Ta e më shi zoti. Vetëm, a? Kamën, të më dhem kamën, qështu si kemi e keq kooperativa. Keni punuar Jo si shumë? sit, Pse sot edhe ne punojmë sot? puna ju. E drejti, që kështu. Puna ju, ja, zemra ime. Je shumë e mirë. Shumë e mirë. Faleminderit. Po rri, nuk do të gacmoj. Jo, Po rri dhe një qik sa të mbaroj aktiviteti. A i që me te që. Më do, e di se jam e bashkisë, po nuk jam e bashkisë, unë jam njeriu më i pavarur në botë. Ka poezi, ka këngë, ka valle. Edhe këta një, shi na shef me nerva i me syze me kapela aty në mes. Dhe që dalim një nga panajeri në base blejmë dhe një gjë. Nuk u vishën asnjëherë. Mbej në zemër aq të freskëta, mbej në shpirt si një pranverë.
Poezia tjetër titullohet ajo. Ore, pse si ameni ndonjë këngë më burra? Në turn të Merja tretë, një këngë. shoqë u sëmur. Gjën ka Merja një këngë atje. unë për colla, si Ku doni, mo? Pas vitesh në takim mbledhur në Tiranë, unë këtë kujtim se lash pa thënë. Po, ajo më shtrang, më befasoi. Kur tha që ti të shëndosh. Si jeni? Asani. Me shëndet, Lediona. Enver Doqi, Aha. ka ardhur gazetarja e Korçës në Mat. E Korçës. A thot Korçani. A të ta vendos pak mikrofonin? Unë nuk flas bukur. Më mirë shkruaj se sa flas. Sa më pëlqejnë njerëzit që më shumë shkruajnë bukur se sa flasin, sepse e mendojnë shumë herë kur e thonë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë. Islami është një mësues i vjetër nga Gurra me përvojë të gjatë në fushën e arsimit dhe ka putuar një libër për vendlindjen shumë të bukur. Gurra në rrjetat e Vilma historisë. shkruan është një zysh e talentuar këtu në Mat, që shkruan bukur. Islam. A shkruajnë libra sot? Rubiana. Unë tani e kom filluar, sepse rrjedhët e tilla kom qenë që nuk kom pas mundësi me ashtu. Edhe tani edhe shëndeti më ka penguar se kom dashur të bëj diçka tjetër, sidomos për arsimin e bukur. Kom mbledh një gjë më E kuptoj, po pyet që këta të rinj sot, a janë të interesuar për librat? Me thënë drejtën, jo pak, por shumë pak. A është për të ardhur keq, më burr? Tani, Është vërtet që ato që shkruajnë Shkruajnë bukur, po nuk qasin bukur. sepse e mendojnë para se ta thonë. tani kanë vetë. A është vetëm kjo? Po prandaj e kanë nxjerr teknologjinë, inteligjencën artificiale, për të plakur trurin e njeriut. Po për ta heqë. Çfarë mendoj? Kështu e mendoj. TikTok. TikTok, Instagram. Çfarë zela Sa do aty? gjithë në shtëpi. Si mësuesi gjuhë që kam qenë, ato që shkruanin bukur nuk flisnin bukur, fëmijët. Po. Shkruanin bukur, por nuk shpreshin bukur. Dhe më karasi shumë. A ka mësues të mirë tani? Urdhë? Ka mësues të mirë tani? Di çfarë them. Nuk mund të flas, se nuk mund ta Dëgjoj. të njomin me. No. Duhet të flasim të drejtën, si është realiteti. Unë jam prezi. Kam pak për dalë pension që Mësues kam përmu 24 vjetë. Po. Tani ka 8 vjetë pension. Ka mësues mirë, po për mu, për momentin, jam shtuar shumë burokraci që e prishin Arsimin. nuk është fajin Për është shembull, fajin lart. për shembull, mësuesit i duhen 3 element për mu. 3 element. 3 I element. duhet plani lëndor, i bën me dorë, jo me kompjutra, me vjet. Ditar, i përgatit jo me të fletushkat e prodhimit nga që bëjnë dy. Regjistri 3. Janë 3 elementet bazë që shërbejnë mësuesit. Të tjerë, kurse tani sot regjistri s'ke, ditari të bështu, planin lëndore të mështu, e du se ka dhënë kjo firma atje private, një e cila për mua është me prish, jo me zi. Të një fjalë shumë të bukur, 3 elementet që i rreshtove, ato element nuk ekzistojnë më. Prandaj unë jo pa qëllim e bëra pyetje që a ka mësues të mirë sot? Patjetër që ka, Mësues të mirë ka, por u prish nga kjo mënyra tjetër. sistemi. A mendon se është e qëllimshme kjo? Ha, te s'mund ta them. Unë e them po. E di pse s'mund ta them, se ne po jemi në një periudhë që po kërkojmë shtigje të reja. Po kërkojmë shtigje të reja. Për të arritë ka ati ku është Evropa sot. Mirë po këto shtigje nuk bën me hapa të shpejt, duhen me hapa të ngadalshëm, me rritje, pra me hap. A të se dim? Unë nuk mund të them që rritje, prapë rritje. Unë mund të them që po përpiqem të arrim diku, po duhet të arrim me hapa të ngadalshëm. Jo bum për herë. Shkojmë për herë për shembull siç ishin, jo ke kjo, po shkojmë direkt në maj, po ka dalë se shkohet atë. Duhen hapat. Duhen masa. Kjo është Të mendimi. falenderoj shumë. Jeni shumë të mirë. Shumë respekt. Falenderit. Falenderit. Provoj një herë zërin. Bukur, e di pse sepse unë vetëm takoj njerëz, dhe kënaqem kur takoj njerëz të moshave të ndryshme për të folur për vendin, për të folur për librat, për të folur për panairin, për të folur për bashkinë, për të folur për investimet, për të folur për
halle dhe gjëra shumë të ndryshme. Në qytetin e Burrelit, në 1 maj, dita e punëtorëve, e cila festohet. Në Shqipëri festohet, ndërsa në vende tjera protestohet, po hajde mos e ne gjithmonë jemi kundra rrymës. Më pëlqen ky vend, e kam thënë shpesh herë, sepse që në momentin e parë kur unë kam ardhur, më ka pëlqyer që është një vend i strukturuar edhe investuar. Dhe nëse ka investime diku, për zotin asnjëherë nuk dështon edhe nuk braktiset vendi. Ju e dini që unë vëmendjen më të madhe e kam në përfshatra, se më intereson, sepse nuk duaj që të praktisen, duaj që të ketë investime, duaj që të ketë jetë dhe çdo gjë. Si ikën nga i telefoni, ja kështu ikën, po qa kemi drejt? A ikën sepse më do mua të lëviz. Faleminderit. Po unë ndjek çdo emision. Faleminderit shumë. Me plaka, me pjesë. Dgjoj, ai po rinte serioze, unë i thash a ke ndonjë lek panje? Ti je këtu, Vendali. Po thoja edhe pak më parë që më pëlqen si vend, është investuar. Ujti i pastër. Bravo. Ajri i pastër. Janë të veçanta në rrethin e madit, sa është i territor që fugar e lejtë vërë. Po mirë, kudo? Kudo ka? Unë ndjek një mision pa thonë. Për mu je gazetari më shkatë në Shqipëri. Falenderit shumë dhe për mua ju jeni njerëz shumë të mirë, sepse herë dy që vije dhe më pëlqeni. Falenderoj pa mas. Edhe unë ju. Edhe gjithmonë punë të marrë, shnet. Të lumë të goja. Ti je sa më mirë. Shëndet edhe ju dhe çdo zemra. Faleminderit. Aq më tepër që në këto momente kemi. Si jeni? Mirë, faleminderit ju. Si po kaloni te ky panajiri? Shumë mirë. Ditën e 1 majit protestohet apo festohet? Ana, falam. Me se një pyetje thjesht bëra se nuk po ju gacmoj. Në ditën e 1 majit protestohet apo festohet? Unë nuk e di se nuk ka lënë nona me atë kohë. Lejona je. Pse më keni frikë mos se nuk gacmoj. Unë gacmoj atje ku e shoh që ka diçka. Por, sot jemi të fjallë. Qa mund të themi në një tjetër? Këtë gacmoj tjetër unë këtu? Jo çfarë. A këshu? Këshu? Demokratët. Ka ikur Berisha, s'ka më. Po tani kjo dhe kjo janë dy gjëra të ndryshme, më the janë kështu. Ja jam me këta. Po me këta? Edhe me këta, u ti që ke me gjitha më drejta raksha nga. E pra, po që arri në telefon më shumë? Më shumë telefon. Po ti lexon? Unë lexoj. Sa libra ke lexuar? Ha? Më shumë gazeta. Gazeta? Po telefon rrit? Jo. A më burë pse ikës është po të bëj gjë? Jo. Nuk rrin telefon? Gjenjen. Si? T'ju bëj një pyetje të shkurtër kam. A lexojnë libra sot? Më shumë në telefon apo në libra rinë të rinë sot? Unë telefon shtrifore. S'ke telefon? Kom telefon, por nuk kam telefon. Ore, mirë se ju gjeta njerë. Më thoni mirë se erdhe, ama pse më shef me inat më burë? Mirë se erdhe. Se është ore parë që një këtu. Pse më shef me inat? Pse më shef me inat? Yes, shkoj me gjatë në drejtë që gjege e s'ka kërështë. Po jam Që e mirë, që e bukur, e po, falem dhe, brava e vdolën të, ja, shiko si din të, ore, diqo, këta dim të rinë, nuk din për një komplimenta sot. Ja, e kuptoj, brava qëtë. Nuk din, mor, shiko, hajtë kaloj unë aty tani, tjetë një djali ri nuk bën kompliment. Ti si zotëri e the bravo, je e bukur. Je mirë, e qatët, e rregull. Libra tani që shdohen nuk paramerën shumë njerëz, edhe moshere, edhe jeshtë ne po me gazetën me këta. Vazhdoni i lexoni gazetat? Po, me të. Unë kam shkruar 4 vite të Gazeta Shqiptare. Edhe kur dilja në mëngjes që pija kafen, merja gazetën edhe lexoja. Ndërsa tani, kur shoh një moshën tuaj, sidomos që lexojnë gazetë, më bëhet shumë qefi. Tani nuk kam më. Tani janë vetëm telefoni këtu. Ai telefoni si
E mami dhe babit. Dgjoj, muhabetet me gratë i keni mirë. Muhabetet me gratë mirë i keni. Për të shkruar në gjend. Dgjoj, me këta njerëz fantastik po e mbyll këtu këtë material sepse më duhet të brej edhe për fshatra të tjerë se kam ardhur në zonë me qarkun e librit, që e kam. E dyta është rishkrimi. Ço janë këto çajma? Pardon? Të fshatrave? Janë të Ma fshatrave. gjepa karicën. Karicën po të gjem. Ja vëge, ke nënta. Jo karicë, nënta. Karicë. 7-6 pia. 605 banor. 605 banor që kam ngelur tani. Jo. Po jo më se ka qenë më shumë. Ç'është kjo 700 banor? Është fjala në vitin 1936. Oho. Miro Mec. Nga jeti? Nga Shqipëria. Në Shqipëria po. Nuk e njoh zonën tuaj, është e parë që vi këtu, dhe më thanë më shko atje se janë shumë në vrik. E tha shumë në erdha ti shoh një jeni shumë të mirë të qeshur. Ore mos më fol me nerva, mos ma bë. Më tha ku jeton? Qesh. Ta më xhaja. A kam drejt? Ke shumë të drejtë. Ti tani do të njihesh me këtë. Po. Dua të njoh ju vendi. Shko, këta kanë qenë burra. Për zotin këta kanë qenë burra. Bëj një fotografi, lexoj me qetësi në shtëpi. Tani shko. Çe dua ta lexoj? Unë nuk i lexoj. Nuk i lexoj sepse unë i shkoj i breti, kam takuar e i kam parë nga afër. Nga jeti? Nga Burreli ama? Burreli banane. Këtu jetoni? Po këtu jetoni. E keni vendin shumë të bukur. Vendi shumë të bukur. Për zotin. Mami tani. Ne që po të pyesim ti e bëjmë gabim, ti ju Jo, gabim. hajde më pyet, çfarë të duash? Ju gabim. Unë quhem Lediona. Lediona po. Me origjinë jam nga Skajpari, jetoj në Tiranë dhe bëj një emision. Shkoj në fshatra, shkoj në qytete. Po shumë mirë. Edhe them aty probleme që kanë ose investimet a është bërë as nuk është bërë. Edhe më ftuam këtu erdha. Shi sa mirë. Po, se s'më ke parë ndonjëherë ti mua? Po ku që jam dy? Po si orën telefon, aty dalun, kudo që shkoj. Po që unë se kam fans. Po, çaj nati më shef ky zotria. Në YouTube më. Shkoj Tiranës to intervistoj. Në YouTube. Ua, ty ku s'kam qenë unë? Po Kem bërë gabimin më të madh që s'më ke parë. Kur të më shohësh do thuash, hajde se se kam parë. Po pse më ti bëj asaj fotografia? Po jo më pse ta lexoj me qetësi, do thuni shoh. Ta shoh çka Po ju tani pyetë për karicën. Kone me zogut ka Të gatsmova aty se kam qenë në Karic. A ke qenë në Karic? Karica që fshat punë. E di, kam qenë. Edhe në Burrel kam qenë. Cilo fshat të Edhe në Kudari kam qenë. Kudari ke qenë, Njerëz shumë të mirë aty. E gjeta njërin duke vjelur rushin. Zbriti e la rushin mes dhe më priti, më dha kafe, bë muhabet, u kënaqëm. Do më thuash të vërtetën, si janë njerëzit në këtë zonën tuaj? Të kanë pëlqyer matjanët si njerëz mikpritës, dasha mirës. Më thanë që janë dhe në vrik, po s'më dukeni ashtu. Kush? Ju. Jemi në vrik? Absolutisht. Jeni të qetë? Unë jam mësues, profesion mësues, jam oficer. Prandaj ka të lloj shikimi. Ne kemi nevojë ky për ndan aty duket në vrik, se ky nuk është në vrik. E di që ka zemrën shumë të mirë. Ky nuk është në vrik. Po të duket ty nga natyra. Te mendimin tim. Ne jemi intelektual. A vazhdon të t'japësh mësim? Jo, nuk vazhdoj të jap mësim, unë jam pensionist. Po bëja një bisedë me zotrin aty për pjesën e librit. Edhe me qytetarë të tjerë, që të rinjt nuk lexojnë libra sot sepse ka dalë teknologjia. Jo, lexojnë libra sot të rinjt sepse tani teknologjia e ka spostu. Nxënësit tani jo nuk lexojnë libra më, por as libra shkollor nuk lexojnë më. Po inteligjenca artificiale ka ndikuar në këtë gjë? Shumë negativisht. Shumë. Po e plak trurin. Po e atrofizon njeriu. Po. E ka atrofizon, e ka nxjerr, po e nxjerr, po e kthen robot. Se që shumë sa kohë e keqe ka ardha. Ka kohë të zeza. Shumë të vështira. Ti e re, po ne mbaj mend periudhën para vitit 90. Burimi i njeriu ka qenë vetëm libri. Sepse po more me ChatGPT me këto informacione, nuk me informacion real. Ato me chatin i bëjnë tani mësimet. Po chatin nuk është. Me njëri aty se aty i merr të gatshme. Po pra për këtë është nxjerrja që të plaket trurit, se truri nëse nuk punon plaket. Sigurisht. Tani truri këtu e moshave të reja. Këto e mbajnë të freskët. Këto burimi i njerive ka qenë libri. Sa atëherë s'ka pas telefona, s'ka pas asgjë. Nga cili brenda Burreli jeti? Jam nga zona e Komsisë. Zona e? Komsisë. Është një Komsi. S'kam qenë. Komsia është një zonë. Qafshtam, ja, s'kam qenë. E ke dëgju? Pa patjetër që po. Komsia është një njësi administrative në jug, diku afër. Diku afër.
pjesë nga një fshat që quhet Frank. Kjo është pjesë e njësisë administrative. S'kam qenë anda. S'ke qenë atje. Ja. Pas do të jepet mundësia me origjinë nga një fshat aty pak më majtës, quhet Gurr. Gurr është një trevë, vëmisht kështë një në Gurr. Ishte edhe një zotri atje që ka bërë një libër për Gurrën. Edhe më thash ka. S'kam qenë as aty. E as më falet mo. Islami. Po, Islamin, me Islamin isha. Ai ka bërë një libër bashkë me mua se edhe unë qenë bashkë me ta. Kemi bërë historikun e Gurrës. Po që është Gurr, atje dhe një është me objekte shumë karakteristike, sidomos me kulla. Kullat e vjetra në Gurr janë shumë karakteristike. Sa vjeçare janë? Janë 200-300 vjeçare. Janë shumë të vjetra. Edhe e Gurra ka një klim të jashtëzakonshëm. Ka njerëz dashamirës, mikpritës, bujjar. Domethënë çfarë thoshti, kanë të gjitha karakteristikat e mira. Do mirë të shkosh një në Gurr të Dgjoj, më të mirë janë Dibranët apo Matjanët? Tani nuk mund të bëjmë diferencime tani, shpytje tani. Shpytja. Se Dibranët ka thënë ne jemi. Si ja? Ne jemi më të mirë, jemi më të zgjuar. Tani nuk të lëvdosh vetën në shkollaj. Po. Ndërsa Po dhe tash as nuk duhet të tjerë. Ju keni barutin, ata kanë pushkën. Si është ajo shpreha? Po lere ato se ashtu kanë qenë tash baruti e pushkën, ne flasim për karakteristikat njerëzore të njerëzve. O njerëz zori dëgjoj, kudo që të shkosh, njeriu është po pra secili ka karakterin e vet. Çdo trep, çdo rreth, çdo gjë. Ka të vetat. Njerëz pa të meta s'ka. Ka veçantat e veta. Po. Do të gjithsesi, kjo mesatare është kjo që diplomat kanë të tyret, Matjanët kanë të veta. Gjithsesi profesor që ke njeri fizik, se unë ngacmoj shumë në pyetje, Jo, por më nuk si, thej po gjë, di. thej që secili nga ne është i mirë. Më pëlqen shumë të debatojmë me Hajde debatojmë, për çfarë të me debatojmë? njerëz të nivelit si që jeti që janë shumë aktive. Për çfarë do të Po debatojmë? tani ku ti ja për sa? Hajde, për çfarë duash? Për këto debatuam ne. Për këto debatuam, për tjetër për çfarë debatojmë? Si di për çfarë debatojmë ne, se unë qef kam merr me politikë, më di. Me politik, hajde me politik. E pyeta një zotri atje, bëra kështu ta ma kështu ta dhe kështu. Pa akoma me këto muhabete, Shikoj njerëzit më shumë konsumojnë politikë, prit një çik, të të marr tamam. njerëzit më shumë konsumojnë politikë. Se sa han buk. Sa e bukur. Po çfarë do të bësh tani? Njerëzit më shumë konsumojnë politikë se sa han buk të zotria. Sa buk. Pse jemi kaq të varur nga politika? Të varur njëkohësisht edhe të shtypur. Të varur jeni variabël të politikës. Pa. Përqen nga politika. Pa, nuk merren njerëzit, nuk janë të interesuar të merren me punët e tyre. Që i sjellin mira materiale, që i sjellin një jetë më të mirë, po para në momentin të varfër, se sa të merren. Jo, të lutem. Unë e kam më të thjeshtë të shoh se ku ke arritur ti, se sa të shoh ku pa arri unë. Them pse ai iku, pse? Ambicie. Nuk kanë ambicie njerëzit merren me aktivitet. Me veten e tyre më mund të arrijnë diku. Me tyre. Nuk merren. Tërkohën e agjën Me të tjerët. Do mban politikë. Tani tërkohën me politikë dia shikon që edhe mediat Po ku ka media sot? s'ka media. S'ka media sot, Jo, sot pëlqen është shumë. biznes. Mediat sot janë biznes. Tani të gjitha mediat janë variabël, janë në funksion të një force politike ose të të tjetër. mafjas, Po, kujdo. fiks. Po, totalisht. Po të ndjesh emisionet, mediat nuk japin emisione. A shef televizor tani ti? Shoh. Qa shef? Shoh këto gjëra shoh. Emisione politike, të karakterit politik. Por isha duke pa mbramun edhe tek Klani edhe tek profesori. Merreshin me problemin e Elisës Piropalit. A thu se Elisa Piropali është fenomeni më shqetësues në Shqipëri. Po si nuk ngrihen nervat kur i shef ata? Po unë e kaloj kështu ta ngjan se s'merr me to fare. Pra gjithë përkushtimi ishte gjithë mediat merreshin ç'a bëri Elisa, pse kundërshton, pse bën ç'a. U morën me ballukun, e lën ballukun po me këta. Po këto janë lojrat e Ramës ore shajnë në gjës me këto ta të bëjmë kështu që të merren njerëzit. Pse media pse duhet të merren intensivisht me këto problemet? Sepse janë të kapluara. Janë të kapluara. Pikërisht, unë kam 13 vite që punoj në media, kam 2 vite jam shkëputur se nuk dua të merrem. Shumë mirë. Se është e shitur çdo gjë. Nuk mund të vish në shërbim të këtyre politikanëve. Jo, absolutisht jo. Pra emisione me karakter social, Ku emisione me skema edukative. Edukativ, Degenerim ke. social, degenerim total. Immoraliteti ka dalë në modë sot, kështu që Ka dalë në modë, po je dakord? po shoqëria. Si nuk je dakord, lutem. Jo. Kush ka dalë në modë? Duhet ta heqish fjalën total. Më thuaj një emision që e ke edukativ. Asnjë. Ha, prit një sekond, lutem. Kë? Ke emisione edukative, ke Kush pra ma thuaj një? Ashtu, edukimin nëpër shkolla,
Ku ke edukimi për shkolla më? Po ty të ngrihen nxënësit e ta shanë mësuesin e i totë dhe pushoj dhe ri mësuesi shkret kështu. Po çfarë po thua tani? A do të flasim realitetin apo i bie që si jeton këtu? Po janë disa elementë A veçanta. ke fëmijë në shkollë? Po ka. Edhe unë kam. Okej. Po pra, ndoshta e shohim Kështu që realitetin nuk është e ndryshe. përgjithshme, mendimi. E përgjithshme është dhe është keq fare. Kjo shoqëri Ka mbaruar. ka mbaruar po shkon drejt të rënimit. Pathuajse është fut fazën e rënimit total. Pa. Shënojnë me ka një shoqëri totale. Masë pas sa vitesh do ta kuptojnë që shoqëria po do jetë shumë vonë për ta rikuperuar. Nuk rikuperohet, mendoj. Shiko, një vend e bëjnë njerëzit. Ne nuk duhet të shajmë vendin, vendin e kemi shumë të bukur, po janë njerëzit. Njerëzit janë të orientuar keq. Pikërisht. Vendi është shumë i mirë. Pikërisht. Jo, tani e ka uzurpuar e keqja këtu. E keqja pra, sepse Dominon e kështu duam na. pamoralshmja. Immoraliteti e thash. Dominon e pamoralshmja. Pak, si thosh ka fituar qytetarin. Po. Shumë keq shkon në shkolla, keq shkon në publike, shoqëria është pathuajse totalisht nuk ka asnjë lloj ndikimi. Është e orientuar shumë gabimi. Është e pranon këtë lloj realitetin negativ. Pra, e ushqen vetë edhe nuk e kundërshton ose nuk e korrigon. A jemi dakord bashkë? Jam shumë dakord. Unë gëzojmë shumë që takova. Më pëlqen kur takoj njerëz intelektual. Më pëlqen shumë tash. Burreli kam qenë edhe një herë tjetër hera e dytë. Erdha për aktivitetin që është bërë, pa që sa më shumë aktivitete. Kemi zemrën e mirë, kemi shëndetin, se lekët kush punon i siguron. Më fal ke fëmijë, e mature, ke? Kam fëmijë, kam një vajzë e cila është në adoleshencën e saj edhe do mundohemi që të përshtatemi me këtë brezin që po rriten. Edukimi. Ta mbash sa më lart ti, megjithatë nuk e Nuk ish mangesh dot. Sepse është ambienti kontaminuar. Bravo, nuk ish mangesh, tamam i kontaminuar. Kontaminuar ambienti. Kështu që sa do të bësh ti, E kështu? je madhe. Merë këto, do mos. Ata makte se mos shkon në shtëpi tua gruas në një gjë dhe të dëgjoj aman. Gojime Shnet. Respekt. Burreli ju kam xhan, bëfshi sa më shumë aktivitete që të vi dhe të shoh kaq shumë njerëz se më gëzohet zemra. Sa e mbylla materialin, mi thash zotëri se isha duke bërë një foto, tash bëjmë një foto, po mi ta bëjmë një foto, ka dalë një foto shumë e bukur do ta postoj. Pse quhet burrel? Burr. Sepse burreli ka patur burra. Ka patur, s'ka me. Me dy rroja. Ka patur. Absolutisht. S'ka me. Ekzistojnë ca, po edhe përmendën sepse janë të gjëra që janë të libra të mira që ke pasur në burrel dhe kemi akoma, pasi keni djegur. Pa. Kupton, por ka ndirë dhe ligji burrel ka ndirë mbretin. Ka mbret më? Ahmet Zogu. Aty ke sheshi, e ke parë? Aty është? Po, ke sheshi. Aty është. Ahmet Zogu është nga Burgajeti si fshat një fshat këte afër dhe ka ndirë mbretin. Interesante kjo, burrel me burra. Absolutisht, po, është vërtet. Sa rrë keni më? Është vërtet. Zakonisht jam me dy, po ka mos i tjetë me tre. Po me një. Me një ka? Me një ka. E më butani se janë shtuar shumë këta burrat me një rë. Pse kështu? Atëherë, pastaj përgjithse pranojmë këtë, atëherë ndryshojmë gjinit. I ndryshojmë, edhe janë ndryshuar gjinit. Janë ndryshuar disi. Që ata po bëhet kështu. Të faleminderit për respektin, që keni ardhur në mat. Por ka një gjë sepse mati ka njerëz mirë, ka dhe gratë mira, edhe ka dhe klimën e ka shumë të mirë, ujën e ka shumë të mirë, dita kemi patur, por vetëm se qëndron ajo që jemi pak të varfër me thënë drejtë. Të varfër pse? Varfëria ka të bëjë shumë, sepse edhe papunësia ka të bëjë shumë, sepse neve jemi vendmalor. Po. Gjithsesi, shpresojmë të bëhet mirë. Inshallah u bëf më Shpresojmë të mirë. bëhet mirë. Unë nuk dua që vendi të braktisë, të kemi njerëz. Faleminderit dhe ju uroj shëndet e të mira edhe e të mira shpërsërin burrel. Jeni shumë të mirëpritur. O faleminderit shumë. Është herë e dytë që vi dhe kënaqem se jeni njerëz shumë të chilltër, të qeshni dhe të flisni. Dhe këtë foton mundësisht të ma postosh mua, po nuk i di çfarë adrese. Mos e ke xheloze gruan? Unë në fatkeqësisht, që ta dish.
Mua grua më kanë rrujet, u bën 3 vjet. Oh, vjen keq. Se unë ngacmoj, ha? Edhe ta them për të keq. S'ka gjë. Dhe unë kam 4 fëmijë. Ti kesh me jetë. Jo janë të mirë, por ka respekt i Borrell për te. Sa mirë. Sepse unë ka qërim Borrell, unë jam nga Gatunde për qënë, por Nga cili Gatunde më? nga Lisi, që një fshat Lis, një fshat Lis, dhe unë ka qërim Borrell ka shumë vite, mund të themi rreth 50 vite qërim Borrell, ka marrë që kalamon nga Lisi, edhe jam rritë këtu. Po edhe për shpirtin mi kanë respekt gjithë, kushin njerë. Dëgja, që është, më pëlqen si qytet se është investuar, nuk është lënë kështu pas dore. Po, jam bërë investime. Bravo, e keni kryetarin e mirë të to. Po, ish kryetari i mirë, tash kryetari që ka dhënsu, edhe kjo shumë i mirë. Kjo ka rëndësi se vinë sa që... Edhe për këtë kryetarin e dytë ka respekt, mund të themi tërë qyteti. Ashtu, a? Po, për nërë. Bravo, i bje që është robi mirë. Atëherë, Turoj gjithë edhe të një mira. përgjime, faleminderit për respektin. Edhe jeni shumë të mirë. Ajta themi aty, ju puthim nga Borrelli. Dhe jeni të mirë pritur. Tua jeni që tani ju puthim. Ju puthim nga Borrelli. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Respekte gjithë mira. Respekte. Respekta.